Fotografi Cristaj Sotiri dhe një mori fotografish në koleksionin e rrallë të Niko Kotheres e kanë nxitur atë të përfundojnë një enciklopedi të fotografive korçare. 90% e fotografive, të cilat datojnë që nga vitet 1860 deri në luftën e dytë botërore, publikohen për herë të parë. Një fotograf në veçanti si Cristaj Sotiri dhe një mori fotografish në koleksionin e tij të rrallë kanë nxitur Niko Kotheren të përfundojnë një enciklopedi të fotografëve korçar. Modeste në pamje dhe për shkak të financimit të vogël, por mjaft ambicioze në përpjekje, kjo enciklopedi përfshin fotografi të rralla që datojnë nga vitet 1860 e deri në luftën e dytë botërore. Ky qytet ka dhënë një kontribut në shkallë kombëtare, absolutisht në çdo drejtim të tij. Ka dhënë kontribut të shumë të shquar në fushën e fotografisë. Djaloshi apasionuar pas historisë dhe koleksionimit ka botuar fotografi të rralla që nga viti 1868 ku është përjetësuar shkolla greke e dardhës nga Jani Zengo e mjaft fotografi të tjera unike. Në libër janë mbi 200 fotografi që botohen dhe rreth 90% të atyre janë që botohen për herë të parë. Dhe pjesa më e fuqishme e tyre janë prej arkivit tim që kanë dalë sot, kurse një pjesë tjetër janë materiale që janë konsultuar në Arkivi Qendror i Shtetit, në Biblioteka Kombëtare, në Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pjesë e këtij studimi janë fotografët e zonës së Korçës në veçanti të Dardhës dhe rreth 90% e fotografive publikohen për herë të parë. Duke ia lënë vendin një studimi më të detajuar dhe plotësuar në të ardhmen, koleksionisti i ri nuk ka trajtuar fotografët e famshëm korçar, Gjon Mili dhe Dimitër Mborja Bratko.